Përshëndetje, për ju që na ndiqni në YouTube. Më në fund erdhi video ku do flasim mbi antidepresantët, të vërtetat. Do sqarojmë dhe disa mite që janë krijuar ndër vite dhe mbi të gjitha pse po përshkruhen kaq tepër këto ilaçe. Janë ilaçet më të përshkruara tashmë në rang botëror, që do të thotë 5% e popullsisë botërore trajtohet me antidepresant. Ndoshta edhe më shumë, por këto janë shifrat që kemi parë deri tani. Do themi gjërat natyrisht të vërteta, ato të bukura dhe ato pak të bukura. Nuk keni nevojë të shikoni në internet mbi ilaçin tuaj, ju mjafton të dëgjoni këtë video, pasi do flas edhe mbi eksperiencën time klinike, duke qenë se ka vite që përshkruaj ilaçe të tilla dhe do flas në mënyrë të hapur mbi efektet që shoh tek pacientët e mi, të mira dhe të këqija. Por pyetja është tepër interesante, si ka mundësi dhe pse antidepresantët po përshkruhen kaq shumë, por ndërkohë depresioni po prap po rritet. Kush është arsyeja? Keni një përgjigje? Ja do t'i themi disa bashk. Një, sepse njerëzit tashmë po i afrohen më lehtë trajtimit, pra mund të themi bashkarisht po luftojmë dhe stigmën, kur një çrregullim duhet trajtuar qoftë fizik apo mendor pranohet, dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Tjetra, kemi disa faktorë modern, të cilët mund të themi trajtohen dhe gabimisht me antidepresant. Do ju themi të vërtetë të hidhur, për shembull, një psikiatër në Gjermani, këtu ku jetoj unë, ka kohë që ta vizitoj pacientin rreth 15 minuta. Në 15 minuta bën një anamnezë, sa pyetje mund të shtrosh, dhe mbush një recetë. Koha e pakët që një psikiatër ka në dispozicion, shpesh herë çon edhe në mbushje recetash të gabuara, sepse nuk mund të trajtojmë stresin kronik me antidepresant. Nuk mund të trajtojmë trishtimin me antidepresant. Nuk mund të trajtojmë as depresionin e lehtë me antidepresant, por nuk mund të trajtojmë as depresionin reaktiv me antidepresant. Çfarë është depresioni reaktiv? Është kur një person, si pasojë e një situate të vështirë në jetë, është i trishtuar, është i lënduar, dhe kur një person ndodhet në një situatë të vështirë, po bëj një shembull, një grua ndoshta e cila është rrethuar dhe po vuan këtë gjendje, ta trajtoj me antidepresant. Kur është vetë situata ajo që e shkakton. Në këtë rast, çfarë duhet bëj pacienti? Unë personalisht do i këshilloja psikoterapi. Dhe në fakt, pse zgjasin kaq kohë terapitë me antidepresant? Vite, sepse mungon kombinimi ilaç, psikoterapi, që do të thotë trajtimi shpesh herë nuk është i plotë. Ti mund të trajtosh një person që ka një depresion reaktiv si pasojë një situate të vështirë për një kohë të shkurtër me antidepresant, por nëse ti nuk i këshillon të bëj psikoterapi, nuk e ke zgjidhur problemin. Dhe e vërteta është që antidepresantët nuk zgjidhin shkakun social, por rregullojnë neurokimikën e trurit. Dhe në fakt do hym në detaj, saqë ndoshta mbas këtij video do kuptoni ai shumë sa që do jeni gjysmë mjek. Pa diplom, po me siguri gjysmë mjek. Dhe realisht shpresoj që këtë video ta shikojnë dhe shumë mjek të cilët nuk kanë të bëjnë me psikiatrinë, si për shembull mjek familjar, të cilët shpeshherë gjenden në situata ku i duhet të përshkruajnë antidepresant. Diçka tjetër që mund të themi mungon plotësimi i terapisë është kur pacienti interpret antidepresantët pa u konsultuar me psikiatrin. Gjithsesi, diçka pozitive është që rritja e vetdijes globale mbi shëndetin mendor po ndihmon jashtëzakonisht shumë persona të marrin terapinë e duhur në momentin e duhur, sepse dhe çrregullimet mendore nëse i lëm bazdore përkeqësohen dhe që ilaçet kenë një efekt aq të shpejt sa që ne do dëshironim, është e vështirë që të ndodhi. Sa më shpejt kapet një çrregullim emocional, aq më shumë gjasa ka që ky çrregullim të trajtohet lehtësisht dhe një ditë të shkëputemi dhe nga ilaçet. Dhe dua të theksoj këtu që antidepresantët nuk shkaktojnë varësi,
Po e them tani dhe përsëris pak më vonë. Do shikojmë disa emra antidepresantësh, unë nuk kam asnjë interes firma farmakologjike etj. Në fakt do përdor emrin kimik të ilaçeve dhe jo emrat e firmave. Në asnjë nga slajdet që unë kam përgatitur nuk ekzistojnë. Kush janë? Kemi familjen e parë, janë SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, kemi fluoksetinën. Fluoksetina është një antidepresant i vetmi që lejohet edhe tek adoleshentët. Më pas kemi sertralin, escitalopram, citalopram, paroxetin, fluvoxamin. Hyn në të njëjtën familje dhe do ju shpjegoj se ku ndikojnë. Pastaj kemi një step tjetër, kemi serotonin norepinefrin reuptake inhibitors, venlafaxin, desvenlafaxin, duloxetin, etj. Këto tre të parat janë ato që përshkruhen më shpesh. Për shembull, desvenlafaxina është formule e përmirësuar e venlafaxinës dhe escitaloprami është një formule e përmirësuar e citalopramit. Në fakt, mjekët zakonisht preferojnë që të përshkruajnë escitalopram në vend të citalopramit. Desvenlafaxina është një antidepresant ku disa efekte anësore të venlafaxinës vet janë paksuar, si për shembull në fushën seksuale, dihet që kush merr antidepresant ulet dëshira seksuale, libido tek femrat dhe ka meshkuj të cilët kanë një ulje të ereksionit ose një pamundësi për të patur ereksion dhe përshkruhet zakonisht desvenlafaxina në mënyrë për të ulur këtë rrezik. Jo tek të gjithë funksionon, por unë në praktikën klinike kam vënë re që ndihmon jashtëzakonisht shumë. Pastaj kalojmë tek triciklikët, që është amitriptilin, imipramin, klomipramin, toksepin. Toksepina përshkruhet zakonisht tek pacientët që kanë një lloj varësie për të përmirësuar gjumin dhe për të dhënë qetësi. Amitriptilina mund të përshkruhet edhe kur një pacient ka migren ose dhimbje fizike, ndërkohë që edhe duloxetina jepet tek pacientët që vuajnë dhimbje fizike, fibromialgi etj. Do shikojmë që antidepresantët nuk jepen vetëm kundra depresionit, vetëm emrin kanë këtu. Më pas do kalojmë tek antidepresantët atipik, kemi bupropion, që është një antidepresant shumë i mirë sepse në fundit bllokon rikapjen e norepinefrinës dhe dopaminës, ama bupropioni nuk jepet kundra ankthit, sepse të arrit duhet jetë vetëm depresion. Kemi mirtazapinën, një antidepresant dhe ky po prap efektiv kundra depresionit i cili karakterizohet me pagjumësi, trazodoni po prap ndihmon kundra pagjumësisë, agomelatin etj. Një përmendje të përgjithshme të emrave. Tani do e bëj pak veten time të vogël dhe do ju shpjegoj pse i japim antidepresant dhe çfarë funksioni ka në trurin ton. Një sekond, sepse s'po më funksionon. Ja, hoqa veten time. E bëra këtu dhe tani çfarë bëjnë konkretisht në trurin ton antidepresant? Pse themi ne që stabilizojnë biokimin e trurit? Shikoni pak tani, këtu kemi një neuron presinaptik dhe këtu po ashtu. Tek e para shikojmë që është një neuron presinaptik pa marrë antidepresant. Këtu është me antidepresant. Dhe këtu në mes, këto topat e verdh janë serotonina. Çfarë bën ilaçi? Ja ku keni ilaçin, ilaçi ul rrimarrjen e serotoninës. Pra e bllokon rrimarrjen e serotoninës dhe rritet përqendrimi i serotoninës në hapësirën ndërsinaptike. Shikoni një person i cili ka shumë pak serotonin në këtë hapësirë, sepse nuk merr ilaçe, ndërkohë këtu është rritja e dukshme e serotoninës. Pra çfarë ndodh? Serotonina nuk përthithet sepse bllokohet transportuesi tek neuroni presinaptik dhe këtu përthithet shpejt, ndërsa këtu e bllokon ilaçi dhe serotonina qëndron më gjatë. Natyrisht stimulon më gjatë receptorët postsinaptik. Këtu kemi receptorin presinaptik, këtu kemi postsinaptik. Pra stimulimi është i shtuar. E kuptoni? Vetëm kjo ndodh. Bllokohet transportuesi këtu
ilaçi e bllokon dhe qëndron serotonina më gjatë. Nuk ka shkencë, kaq ndodh. Antidepresantët në fakt nuk përdoren vetëm kundra depresionit, por shikoni se ku mund të përdoren. Ja, ta zmadhojmë pak veten prap. Natyrisht tek depresioni major, çrregullimet e ankthit, fobitë sociale, fobitë specifike, çrregullimi obsesiv kompulsiv, çrregullimi posttraumatik, bulimia nervore, dhimbjet neuropatike, thash pak më parë, duloxetina, amitriptilina jepen në këto raste, migren jepet amitriptilina si profilaks, çrregullimi dismorfik premenstrual, simptomat e menopauzës, zakonisht kemi shumë gra që vuajnë dhe nga gjendja emocionale pasi ndryshimi hormonal është drastik tek këto, jepen dhe në atë rast antidepresantët. Çrregullimi somatoform, kemi disa pacientë të cilët shfaqin vetëm dhimbje dhe nuk shfaqin simptoma emocionale, rrallëherë, do thoja tek depresioni bipolar nuk jam shumë dakord, po e vura që të keni këtë qartësinë. Tek depresioni bipolar unë nuk do përshkruaj asnjëherë antidepresant. Dhe ju kujtoj që antidepresantët përdoren edhe tek pacientët të cilët vuajnë një varësi, për shembull depresioni si pasojë e varësisë së alkoolit, kokainës, kanabisit, amfetaminës, e gjitha këto drograt e reja që na kanë dalë dhe na janë shpikur tani për të na hapur punë. Mos të harrojmë që konsumimi i drograve mund të shkaktojë jo vetëm psikoza, po dhe një depresion të mirëfillt, i cili duhet të trajtohet me antidepresant. Po mirë, pse duhet i marrim në antidepresantët? Çfarë bëjnë ato? Përmirësojnë humorin, ulin ndjesinë e boshllëkut emocional, ulin trishtimin, rrisin energjinë, rrisin motivimin, ulin ankthin dhe ka gjasa ulin dhe sulmet e panikut, ato që shumë persona vuajnë. Ulet nervoziteti, përmirësohet gjumi është një nga simptomat kryesore dhe është ndoshta e para që duhet përmirësuar tek pacientët që vuajnë me depresion, ulja e mendimeve obsesive, mendimeve suicidale, pasi dhe ato vinë si pasojë e një depresioni, rritja e funksionalitetit social, që do të thotë shumë persona si pasojë e çrregullimit që kanë mund të themi nuk funksionojnë ose nuk janë më funksional siç mund të ishin më parë, duke filluar këtu që nga e shkuara në punë, që nga kemi persona të cilët vuajnë me ankth dhe të bëjnë pazar, kanë vështirësi, madje kanë vështirësi të qëndrojnë vetëm, etj, që do të thotë ulet funksionaliteti i individit në raport me shoqërinë. Synimi tjetër i antidepresantëve është natyrisht rritja e kapacitetit të kënaqësisë, sepse anedonia, pra ulja e nivelit të kënaqësisë është një tipik është një simptom tipike e depresionit. Çfarë kemi? Do flasim për efektet anësore dhe kemi afat shkurtra dhe afat gjata. Atëherë, ato që shikoj unë tek pacientët e mi, zakonisht janë këto. Antidepresantët e përsëris nuk shkaktojnë varësi, por kur fillon një terapi, mund të shkaktojnë dhimbje në stomak, rritjen e aciditetit në stomak, diare, tek disa kapslik, dhimbje koke, marramendje. Në fillim të terapisë me antidepresant, shtohet ankthi. Nuk po them mund të shtohet, por shtohet. Se kështu një psikiatër e ka për detyrë t'ia thotë pacientit qartë, sepse ekziston rreziku që pacienti duke parë që përkeqësohet e ndërpret terapinë pa i thënë psikiatrit. Duhet durim. Në moment kur ju nisni një terapi me antidepresant, duhet durim. Dhe jo vetëm durim, po t'jeni të vetëdijshëm që simptomat vinë si pasojë e antidepresantit. E dini se si ndjeni. Sikur keni pirë 3-4 kafe një herësh, një lloj pare hatije në krahëror, mund të shkaktojnë pagjumësi tek disa pacientët e përgjumje, djersitje e shtuar, natën kryesisht, dridhje të lehta. Edhe unë kur pi shumë kafe kam dridhje të lehta. Ulje ose rritje të oreksit, rrahje të larta zemre, goja e thatë ndodh tek triciklikët zakonisht. Por këtu lexuam pak a shumë në përgjithësi, unë kam parë personalisht pacientë të cilët nuk kanë shfaqur
asnjë simptom negative. Pra, efektet anësore tek ta nuk kanë qenë prezent, por kam parë dhe pacientë cilët kanë patur simptoma negative dhe në fazën iniciale të terapisë duhet i rish paksa afër sepse tremben dhe mendojnë, mirë që mora ilaçe, po nuk i mora për të bërë më keq. U bëra për t'i marrë më mirë, çfarë po ndodh me mua. Dhe aty duhet i sqarosh pacientit që është një fazë e cila mbaron dhe mund të zgjasë tek 2-3 javët e para. Për këtë arsye, nëse ju e vini re, kush ka patur eksperiencë, antidepresantët kombinojnë gjithmonë me një ilaç tjetër shqetësues në mënyrë që pacienti mos t'i vuajë këto simptoma. Zakonisht e kombinojnë me një benzodiazepin, disa psikiatër, disa të tjerë si puna ime nuk japin kurrë benzodiazepina, shtojnë ndoshta një qetësues tjetër i cili nuk shkakton varësi, por jepet ilaçi plotësues pikërisht për të mos ndjerë pacientit gjitha këto simptomat negative, që kështu mos u trembni, dhe kur psikiatri thotë ky ilaç mbas X kohësh duhet të ndërpritet, sepse ka disa që e zgjasin dhe shkakton varësi. Dhe kur psikiatri thotë që, po bëj një shembull, sertralinën duhet ta marrësh kohë më të gjatë, është ai që duhet të marrësh. Dakord? Po mirë, tani do thoni ju, po pse doktore është vetëm stomaku? Çfarë ndodh? Sepse nuk ka receptor serotonine vetëm truri, por i gjithë organizmi jon, duke filluar këtu dhe organet gjinitale për shembull. Dhe trakti gastrointestinal. Receptorët e serotoninës janë në të gjithë trupin dhe ilaçi nuk mund ta ndaj dot, do shkojë tek receptori vetëm i trurit dhe tek stomaku. Dakor? Në momentin që arrihet një nivel ilaçi në trupin ton, fillon dhe ti nuk ke më efekte anësore, pikërisht sepse ilaçi tashmë përqendrohet aty ku duhet dhe trupi mësohet me ilaçin vet. Dhe nuk ke më as trazir, as kështu, as ashtu. Ka pacient që nga një ilaç kanë dhimbje koke kronike, atëherë në këto raste edhe duhet të bisedoni me mjekun nëse është vetë ilaçi që ai shkakton të ndryshojë terapi etj. Po mirë, efektet afatgjata kush janë? Efektet afatgjata mund të jenë disfunksionimi seksual, tmerri i gjithë meshkujve. Tek femrat për shembull ulet libido, mund të ketë vonesë në orgazm. Por tek meshkujt mund të ketë dhe probleme me ereksionin. Për këtë arsye ose duhet bërë një kompromis nëse çrregullimi emocional është i rëndë dhe ndikon në funksionalitetin e pacientit dhe në fakt në këto raste prioritet ka mirëqenia mendore më tepër se sa jeta seksuale, të jemi të sinqert, ose mbasi ka bërë një terapi për një farë kohe mund të zvendësohet me një tjetër antidepresant, siç bëra rastin e desvenlafaxinës, që dhe aty tek disa po rrallë herë mund të ndikojë. Jeta është zgjedhje, jeta është kompromise, dhe me bindje ju them që unë tek pacientët e mia bëj gjithmonë të qartë, në këtë moment ka prioritet gjendja jote emocionale. Kaq. Shtimi në peshë mund të jetë një tjetër simptom afatgjat, dirësitje e vazhdueshme, çrregullimi i gjumit tek disa pacientë, nëse keni këto simptoma, duhet ta bisedoni me psikiatrin tuaj. Nuk keni pse të keni çrregullim gjumi. Mund të shtohet diçka ose mund të zvendësohet me diçka tjetër në mënyrë që të flini të qetë. Gjumi është shumë i rëndësishëm. Nuk mund të kaloj depresionin nëse ne nuk arrijmë të bëjmë një gjumë të qetë. Më pas kemi edhe disa efekte të tjera që janë më të rralla, zgjatja e QT-s, për shembull citalopram është një nga ilaçet që mund ta shkaktojë dhe unë s'mbaj mend ta kem përshkruar më. Asnjëherë se kam përshkruar në jetën time, preferoj escitalopram pikërisht për zgjatjen e kuti të QT-s në EKG. Dhe kemi dhe sindromën e ndërprerjes. Por, çfarë do të thotë simptoma e ndërprerjes? Nuk është efekt afatgjat,
por mund të ndodhi mbas ndalimit. Që të thotë, pacientët që ndërpresin ilaçet pa u konsultuar me psikiatrin dhe jo në mënyrë të përshtatshme, mund të ndjeni disa simptoma. Ka gjasa dhe rikthimi i çrregullimit. Pse rikthehet çrregullimi? Çfarë tham pak më parë? Një sekond, të zogloj prap veten. Tham që ilaçet antidepresante stabilizojnë neurotransmetuesit. Njëri prej tyre është serotonina. Dhe në qoftë se disa ndërpresin ilaçet dhe rikthehen simptomat, do të thotë që truri yt këtë lloj stabilizimi që bën ilaçe nuk mund ta bëj vetë. Ky është e vërteta. Pra, ajo që duhet të them është që në shumë raste, jo në shumë raste, por në të gjitha rastet, një çrregullim i patrajtuar është më i rrezikshëm për trurin se sa vet ilaçi. Që do të thotë, në qoftë se ne kemi një dhëmball të prishur dhe duhet të marrim antibiotik, në qoftë se nuk e marrim dhe nuk duam të heqim as dhëmballën, ai infeksion do e dëmtoj më tej dhëmbin. Dakord? Në të njëjtën mënyrë, në qoftë se ne kemi një çrregullim të cilin duhet ta trajtojmë, duhet të marrim ilaçe që truri ynë mos të dëmtohet më tej. Kjo është ideja. 2 gjëra do i përsëris tani. Që t'jeni të qetë. Ilaçet antidepresant nuk shkaktojnë varësi. Në qoftë se ndërpriten pa këshillën e mjekut, mund të ndjeni simptomat e ndërprerjes. Mos merrni asnjëherë ilaçe antidepresant duke dëgjuar sepse shoqja ime nga ky ilaç u bë më mirë etj, shkon dhe ti merr të njëjtin. Ka gjasa që antidepresantët në fillim të terapisë të shoqërohen me një ilaç tjetër, i cili me kohën duhet të ndërpritet sepse shkakton varësi. 2-3 javë, 4 javë, etj. Një sekond, sepse na ja e larguam pak këtë. 2-3 javë, 4 javë, por jo më shumë. Kur një terapi është e nevojshme dhe ana seksuale duhet marrë një rëndësi të dytë për një farë kohe derisa të bëhesh më mirë dhe mjeku të ketë shansin që t'japi një terapi tjetër. Kur ke ankth, antidepresantët mund të përkeqësojnë simptomat për një farë kohe të shkurtër, por më pas ndjeni efektet e shumë pritura. Pikërisht për atë që sqarova, receptorët e serotoninës ndodhen në të gjithë trupin dhe derisa trupi të mësohet 2-3 javët e para duhet keni durim, shumë durim. Mos harroni që jemi te e 5-ta dhe kamera u ofrova prap, që ilaçet nuk bëjnë mrekulli, por duhet të shoqërohet me psikoterapi pa diskutim. Unë mendoj se çdo çrregullim duhet të shoqërohet me psikoterapi, sepse nuk kalon. Ilaçet ndihmojnë, stabilizojnë, por nuk të mësojnë ty se si të reagosh ndryshe. Dhe e fundit, për mbështetje psikologjike, psikiatri pikal nuk është kot këtu për të bërë vetëm video, por dhe për të ndihmuar, mbështetur konkretisht me ndihmë. Dhe këtu keni 2 numrat e stafit, të cilët mund t'i kontaktojnë në WhatsApp prefiksi shqiptar 00 se i bie 355 e kemi, po? Mos e lejoni shëndetin mendor pa trajtim dhe në fakt psikiatri nuk është vetëm ai që jep ilaçe, por është edhe ai që i heq me kohën. Dakord, shpresoj që ky video t'ju ketë ndihmuar, t'ju ketë qartësuar pak me idetë tuaja, mos keni frikë nga trajtimi, por friksojuni një çrregullimi të patrajtuar, sepse si ajo dhëmballë e prishur mund të dëmtoj më tej. Ju përshëndes.